Pse duli ajo tha, iken vajzat se kërcënu nga Eli tash janë dur të mi, janë dur të sigurta. Pse? Qa punet kishte ajo me këto vajzat? Qa punet kishte ajo vë me këto vajzat? Se dele thot aj, takohemi te parku. Unë i kam thënë kësaj, zonjushes, në sytë nëndzve, e keni parkun këtu afër shtëpisë, shkorrini aty qetësojuni. Ku i di ky zotnia këta? Pse dele në raport policisë thot, është një bos shumë i madh atje në Dubai, që unë po u ktheva mbrapsht do më vrasi. Pse? Kush është ky bosi i madh? Shqiptar, cili është? Di që Arab shtëpi e lekë. Jo, e di unë. Po Arab të shtëpisë ka fut mbi 10 milionarë është të na përgofonde, pra. Rënë dhe tia, po. E kësaj s'ka brek bëllë, po le qa rënë, ej, langërëq. Arab të shtëpisë i ka fut, Po, s'ka po qa ka fut, po, se di si i ka fut. E di edhe qa tu i fut, e si i ka fut, e di unë këtë qa tu bo. Lena mos tima ti mua betit, mo, lena, rëndësi ka se i kjo vajzë shok, është e pas murë, ka që po i thamu, një ke analizat, ta në ti kam qu, kjo vajzë ne, mu edhe ty në ka thirë se jam në gradë punit, deri në fund të mojit, qofë se, këto lek nuk bëhen, unë e vdes. Në qofë se e din, e ke edhe mesajet, i ke edhe videot, i ke edhe ditën kur kena hi këtë gofënd, Geralda ka dalë të i bëth thirë gjithë publikut deri në fund të mojit, qofë se kësaj vajze nuk i bëhet transplanti, kjo nuk jeton ma. Po vajza për momentin është si zonjush në shpi, po hanë po pinë, po rinë me rëpë të vetë, normal se po i napim stres nëse po ja zjarrin ftyren se kush është, po vajza, po t'ishte në gjenje që ne i kërkoj lek, vajza do ishte operu, vajza do ishte ka në salë direkt se nanën me vedje ka, vajza nuk do presin doktorat një muj me ta bot të operimin, apo me t'i nxjerë ty në qofë se e në gratë funit, se nuk lajnë të doktorat me dal jashtë. Dëgjoni pak që unë dhe goca. I lutëm, dëgjoni pak. Fillim, në pa të ofendu,